Përshëndetje të nderuar. Sonte këto dua t'ja bëj një analizë politikës dhe jetës amerikane nga brenda për të parë dhe për të mësuar një ndodhi e cila i erdhi Amerikës si një tërmet, i cili ka shkërmoq traditën politike të deritanishme të vendosur për dekada. Një ngjarje e madhe pra ndodhi në Amerikën e ditëve të fundit, ngjarje kjo e cila paralajmëroi ardhjen dhe lindjen e një ndërgjegjeje të re, rinore, që e sheh lirin pa përjashtim, drejtsin pa gjeografi dhe qytetarin pa marrë parasysh ngjyrën, racën apo fenë e njerëzve të cilët i përkasin Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kam thënë edhe më parë se shekulli 20 ishte shekulli i fuqisë amerikane. Këtë askush nuk mund ta kontestoj. Por se shekulli i 21, ky në të cilin tani po jetojmë, duket se është gati të jetë shekulli i një ndërgjegjeje të re amerikane. Ndërgjegje kjo e brezave të rinj që nuk kanë frikë nga e vërteta, as të thonë dhe as të veprojnë në drejtim të saj. Edhe nëse kjo e vërtet të rondit vetë themelet e mitit mbi të cilët është ndërtuar perandoria amerikane. Amerika e re tani e tutje po shkruhet jo me shkronja të kushtetutave, por pikërisht në sheshet publike të qyteteve të mëdha, të mesme dhe të vogla amerikane. Aty po farkëtohen narrativa të reja dhe po zgjohet një ndërgjegje e gjallë, një ndërgjegje e cila po lëkund tradicionin amerikan, i akomoduar, i udhëhequr dhe i përdorur nga shtresa të ndryshme për më shumë se 80 vitet e kaluara. Pra, fjala është për lindjen e një brezi, i brezit të Zahran Mamdanit, brez ky, i cili nuk pret të ardhmen që t'ja shkruajnë të tjerët me letra dhe lapsa në duar mbi tavolinat e tyre vendimmarrëse, por që dëshiron ta shkruaj vetë. Shkronjë për shkronje, germ për germe, vlerë pas vlere, dhe për t'i thënë botës se madhështia amerikane nuk do të qëndroj në monopolin e pushtetit të klasës së bardhë, as në monopolin e pushtetit të parave dhe të medjave të mbështetura nga forcat të fshehura, të cilat veprojnë në nëntokën amerikane. Por, për të gjithë këtyre, do të pozicionohet në duart, zemrat, shpirtat dhe aktivitetet e bijve të saj, bijve të Amerikës, në brezat e rinj të emigrantëve, për të ndërtuar një mendim dhe një praktik, për të ndërtuar një aftësi të Amerikës së re, që të jetë e drejtë, e ndershme dhe humane, ashtu siç pretendohet për vite të tëra në kushtetut dhe në diskurset politike të njerëzve udhëheqës të Amerikës. Kështu, miq, e bëra këtë hyrje për të përshkruar ngjarjen e cila i erdhi si një tërmet shkërmoqës i traditës së deritanishme amerikane. Dua të them se askush nuk ka pritur se në nëntor të vitit 2025, para pak ditëve, New-Yorkasit do të votojnë për Zahran Mamdanin, një Amerikan i ri me trashëgimi kulturore, familjare, ugandase, indiane dhe muslimane, për të bërë kryetar i një bashkie
i qytetit që shërben si një laborator politik dhe kulturor për gjithë Amerikën. Ajo që ndodhi në Amerikë nuk ishte thjesht një fitore e zakont zgjedhore, por ishte një tërmet simbolik që edhe njëre po them, tronditi themelet e vetëdijes së deritanishme amerikane, që një i ri nga margjinat kulturore dhe shoqërore të ngrihej në majën e pushtetit, në zemër të perandorisë mediatike dhe ekonomike, dënë të thot një ekuacion i ri mbi ekuacionet e vjetruara të deritanishme, mbi të cilën po ndërtohet Amerika dhe po fillon të shembët e kaluara nga brenda saj. Se apo dëshmojmë një moment të jashtëzakonshëm në historinë amerikane, apo një ndërrim brezash që po riformason vetë strukturën e pushtetit brenda Amerikës, do të shohim në vitet në vazhdim. Tjetra, se a e përfaqëson Mamdani, ose se a është Mamdani një përfaqësim i një individi me karakteristika të caktuara dhe të dallueshme prej të tjerëve, apo është një fenomen që pasqyron një epokë të re, edhe këtë do të shohim në të ardhmen. Unë mendoj se suksesi i këtij brezi të ri, i njerëzve të brezit të Zahran Mamdanit, varet shumë nga fuqia kundërshtuese e cila do t'i përdor të gjitha mjetet e disponueshme për t'ja prerë rrugën kësaj fryme të re e cila sapo ka mugulluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Skena në shikim të parë dukej se ishte një vot për një Amerikë të ndryshme, një Amerikë që nuk qeveriset më vetëm nga parimi i mundësisë, fuqisë dhe aftësisë individuale, por pikërisht nga parimi i drejtësisë së përbashkët të gjithëve, pa marrë parasysh ngjyrën e lëkurës, racën, prejardhjen e tyre, emigrant apo jo, dhe pa marrë parasysh se cilës fe i takojnë. Kombi Amerikan, elita e bardhë e të cilit monopolizoi vendimarrjen për dekadat të tëra, ndoshta për më shumë se një shekull, tani më po përballet me një brez që jo vetëm ka protestuar në rrugë, por ka vendosur gjithashtu të kaloj pragun e institucioneve të qeverisjes, për të ripërcaktuar kuptimin e pushtetit dhe qytetarisë që nga rrënjët më të thella të saj. Një brez i ri, i cili po vepron në margjinat, por edhe në qendrën e veprimit politik tani të tutshme të Amerikës. Kush është ky brez, pas së cilit apo nga i cili na erdhi Zahran Mamdani? A është një brez biologjikisht i ri, apo një brez intelektual, i lindur nga mitra e disfatës së ideologjisë së mposhtur të deritanishme? Apo, se çfarë do të ndodhë me këtë, thash edhe njerë, varet shumë nga fuqia e cila do t'i përdor mjetet e disponueshme, mediat, paran, propagandën, herher edhe shantazhet dhe kërcënimet vetëm e vetëm për t'ja ndërprerë rrugën këtij brezi. Unë mendoj se çështja është shumë më e thellë se sa një ndryshim thjesht i moshave të njerëzve në Amerikë. Jemi dëshmitar të një transformimi në strukturën ekzistenciale të vetëdijes amerikane. Se për çfarë e kam fjalën,
ju lutem një koncentrim të duhur në minutat në vazhdim. Një brez në Amerikë ka lindur që nuk u formua në një epokë sigurie, por më tepër në një epokë ekspozimi të sigurisë si mjet justifikimi për shtypjen dhe për luftën. U rrit në skepticizëm më shumë se sa mbi besimin në institucionet shtetërore të Amerikës. Krizat e mëdha në të cilat kaloi qytetari, qytetaria, politika dhe Amerika në përgjithësi kanë formësuar vetëdijen e këtij brezi të tanishëm. 11 shtatori i vitit 2001 dhe pasojat e tij, ku mësoi ky brez se siguria mund të përdoret për të justifikuar luftën. Pas kësaj, lufta apo kriza e vitit 2008, e cila zbuloi se ëndra amerikane nuk është një premtim i përbashkët, i drejt dhe i barabartë për të gjithë, por më tepër një marrëveshje e mbyllur, e fshehur dhe e nënshkruar në dhoma të errta midis kapitalit dhe politikës. Pastaj erdhi dhuna policore kundër njerëzve me ngjyrë dhe kundër emigrantëve nga e gjithë bota, e cila nxiti atë lëvizjen Black Lives Matter, duke zbuluar se barazia ligjore nuk është e njëjtë me barazinë reale e cila prekej për çdo ditë në rrugët e Amerikës. Së fundmi dhe më e rëndësishmja, erdhi ngjarja e Gazës, momenti më i thellë i ekspozimit moral të njeriut të Amerikës, kur brezi i ri, së bashku me segmente të tjera të shoqërisë, dëshmoi kontradiktën e hapur midis diskursit të lirisë së promovuar nga Amerika dhe praktikave të vrasjes dhe gjenocidit të kryera në mbështetje pikërisht të këtyre elitave sunduese amerikane, të cilët nga njëra anë promovonin demokracinë, lirinë dhe të drejtën e kombeve për mëvetësi dhe pavarësi, e në anën tjetër paguanin në shuma marrëvendëse dhe pa kushte për shtetet të cilat shtypnin pikërisht ato vlera për të cilat Amerika fliste. Shtypnin vlerat e popujve që po luftonin për liri. Në këtë laborator që shpërtheu me imazhe të gjalla, u formuan një ndërgjegje ta quaj digjitale, një vetdije që nuk pranon median e as nuk pret shpjegimet zyrtare për t'ju besuar nëse janë të vërteta apo mbi të vërteta. Të rinjt amerikan nuk po i konsumojnë lajmet. Ata po i përjetojnë nga afër lajmet të cilat po ndodhin brenda dhe jashtë Amerikës. E natyrisht duke gjykuar rrëfimin politik përmes imazheve vizuale që ata po i shohin me sytë e tyre dhe po i përjetojnë nën lëkurat e tyre. Kështu, miq, miti i jashtë zakonshmërisë amerikane u shkërmoq si asnjëherë më parë dhe para qytetarëve të Amerikës doli një Amerikë e cila me patjetër duhet të ndryshohej nga themelet e saj. Por kësaj radhe, me një përvojë njerëzore, e hapur për kritika dhe e barabartë për të gjithë të tjerët, së paku për aq sa vazhdimisht
Amerika ka trumpetuar për respektimin dhe mbështetjen e të drejtave të popujve të ndryshëm. Paradoksi, megjithatë, është se kjo kritik e tanishme nuk buron nga urrejtja ndaj kombit amerikan, ndaj Shtetit të Amerikës, por kjo kritik buron nga një dëshirë për ta shpëtuar atë nga iluzionet e veta të cilat i ka krijuar. Këto patriotizmi nuk është besnikri më ndaj shkencës dhe mediave, por besnikri ndaj ndërgjegjes dhe drejtësisë, për të cilën brezi i ri amerikan mendon se i ka munguar Amerikës. Nga kjo perspektiv mendoj une, Mamdani bëhet më shumë se sa thjesht një kryetar bashkie. Ai është mishërimi i një qytetari të ri amerikan. Një qytetar me një identitet universal, një pikpamje kritike, një pikpamje të ndryshme, një pikpamje e cila nuk pranon ngurtësinë dhe të veçuajturit i shenjt në emën të mbrojtjes së Amerikës, por pranon kritikën dhe promovon kritikën ndaj çdo gjëje e cila i jep edhe qoftë vetëm shenjat e para se e meriton kritikën, në drejtim të promovimit të drejtësisë, të patriotizmit, por jo më të besnikrisë së verbër, siç është vepruar deri më tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja bazë që do ta kisha shtruar këtu është: a u zgjodh Mamdani sepse ishte një përjashtim apo sepse ishte një pasojë? Sepse një brez i ri vendosi që politika nuk mund të lihej vetëm profesionalistëve, apo pati diçka tjetër që e shkaktoi këtë tërmet të pa imagjinueshëm deri ditë në politikën dhe jetën sociale amerikane. Fushata e Mamdanit, ata të cilët e kanë përcjell, a unë jam munduar që të jem brenda ngjarjeve që po ndodhin para ditës së zgjedhjeve, fushata e tij në bazë dhe me një organizim të shtrirë horizontal si asnjëherë më parë, nuk ishte thjesht një mekanizëm klasik, tradicional, zgjedhor, por ishte një eksperiment politik nga një brez që përpiqej të institucionalizonte etikën e protestës. Mbajeni mend këtë fjali. Një brez që po luftonte për të institucionalizuar etikën e protestës dhe kundërshtimit ndaj asaj, që ishte politike, që ishte si postulat dhe aksion dhe që konsiderohej e paprekshme. Amerika nga kjo perspektiv, unë e shoh se ka filluar të lëviz ngadalë nga pragmatizmi i interesit vetjak drejt etikës dhe ndërgjegjes gjithë popullore amerikane. Shihet se Amerika nuk po rishkruhet, po e përsëris për të dytën apo për tretën herë. Amerika nuk po rishkruhet në kushtetuta, por në rrugë aty ku po forcohen, po lindin dhe po qesin shkëndia, narrativat, thirrjet, diskurset e reja dhe ku po zgjohet ndërgjegja e amerikanëve. Pika kulminante e këtij zgjimi në këto sidomos 3 vjetët e fundit, unë mendoj se është pikërisht Palestina. Në të zemra e saj Gaza heroike. Përse them kështu? Sepse
Palestina si një pasqyrë morale e re për Amerikanët e rinj, erdhi si një zë që e zgjon nga gjumi të fjeturin i cili në ato momente as që mund të ndronte dhe imagjinonte se po ndodh një gjë jashtë shtratit të tij. Nuk është e rastishme pra që ngritja e Mamdanit përkoi me luftën në Gaza. Kjo konvergjencë nuk është thjesht kronologjike, por është një bashkëveprim historik midis dy plagëve kryesore. Plaga e ndërgjegjes amerikane, nga e cila janë lodhur vetë amerikanët, dhe plaga e njerëzimit që po vajton dhe po loton për Palestinën dhe në Palestinë. Lufta në Gaza, të nderuar, ju që më përcjellni mua vazhdimisht, sidomos ju. Lufta në Gaza ka zbuluar një përçarje të thellë dhe të pashembullt në shoqërinë amerikane. Nga njëra anë, një brez i magjepsur nga narrativat e aleancave të vjetra, ku justifikohet dhuna në emër të realizmit politik, dhe në anën tjetër, një brez i ri e sheh qëndrimin ndaj Palestinës si një provë dhe si një sprovë e ashpër e ndërgjegjes dhe e moralit të këtij brezi amerikan. Dhe natyrisht duke e shtruar pyetjen themelore për qytetarinë amerikane. A mund t'i qëndroj Amerika besnike vlerave të saj të deklaruara për dekada e për më shumë se një shekull, nëse e injoron drejtësinë për te i kufive të saj geografik? Edhe njëre po bëj këtë pyetje që ta mbani mend. A mund t'i qëndroj Amerika besnike vlerave të saj të deklaruara për dekada e për më shumë se një shekull, nëse injoron drejtësinë për te i kufive të saj? Përgjigjen e jep ndoshta para juve dhe këtu menjëherë. Kur? Vlera demokratike, vlera e fuqisë, e një superfuqie si Amerika varet krejt se çfarë qëndrimi dhe çfarë politika bën edhe jashtë kufive të saj. Palestina sot është bërë një pasqyrë që ekspozon pikërisht hipokrizin e cila e ka lodhur këtë brez të ri amerikan. Ata që mbështesin drejtësinë qëndrojnë me palestinezët brenda Amerikës sot, ndërsa ata që justifikojnë vrasjen, gjenocidin, masakrat në Palestinë, tradhtojnë lirinë amerikane që pretendojnë se kinse janë duke e mbrojtur atë. Tradhtojnë demokracinë në të cilën është thirrë Amerika dhe tradhtojnë ndërgjegjen amerikane, ndërgjegje e cila për të gjithë njerëzimin ka qenë ëndër që të shihet apo të përjetohet në rast të ndonjë vizite eventuale brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sot gjërat kanë ndryshuar në themel. Ekrani televiziv është bërë një arenë e hapur politike, ku etika kryqëzohet me median dhe ku narrativat e ndryshme konkurojnë për legitimitete edhe atëherë kur nuk kanë të drejtë. Ekranet televizive, jo vetëm brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë qëndruar në arena ku keqpërdoret e drejta e lirë e të shprehurit, keqpërdoret shprehja e lirë, keqpërdoret e drejta e gazetarisë, keqpërdoret e drejta e fuqisë së paras dhe e shtresave ndikuese në shoqëri dhe pikërisht nëpërmes ekraneve televizive, këto shtresa
këto forca destruktive në botë, dhe jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë filluar të bie nga drasat e historisë, por kësaj radhe shumë të turpruar. Andaj miq, një betejë e re, e fuqishme, si një tërmet nga brenda, ka filluar në zemër të vetëdijes amerikane. Një betejë e së vërtetës kundër hegemonisë dhe e ndërgjegjes kundër narrativave të fabrikuara dhe të ekspozuara sidomos nëpërmes ekraneve televizive, të cilët hapen, financohen dhe mbështeten nga shtresa të cilat i përdorin këto ekrane për t'i shtypur të tjerët, e në rastin më të lehtë për t'i mashtruar të tjerët. Në mes gjithë kësaj beteje brenda amerikane, Zehran Mamdani nuk është një zë i jashtëzakonshëm, por më tepër është një produkt i këtij transformimi moral. Është një mendësi dhe është një rezultat që ka ardhur nga përçarjet, nga ndeshjet, nga kacafytjet, e sidomos nga shtypjet e shoqërive të larta mbi ato më të ulta, e sidomos me ngjyrë dhe emigrante. Ky nuk është mendim i imi, të cilën jam zgjue nga gjumi dhe hap dal këto para kamerës për të thënë para juve, por është qëndrim amerikan i shtresave të shumta amerikane dhe të cilat për atë sa kam kohë mundohem t'i përcjelli dhe herë këto opinione ti ndaj edhe me ju. Qëndrimi i hapur i Mamdanit ndaj çështjes palestineze nuk duhet shikuar thjesht vetëm si një akt guximi politik, por para së gjithash dhe mbi të gjitha duhet shikuar si një akt i thyerjes së barierës së frikës të ngritur mbi tabut kronike amerikane. Tabu këto të ngulitura nga dekada të hegemonisë cioniste në vetëdijen publike amerikane, deri tek qarqet më vendimmarrëse dhe midis elitave mediatike që i shfrytëzojnë mediat për mjegullimin e syve dhe të hapësirës para syve të qytetarëve të rëndomt amerikan. Mamdani po thoshte, përmes veprimeve të tij para fjalëve të tij, se epoka e heshtjes kishte mbaruar dhe se drejtësia nuk njeh më përjashtime në zemër të New Yorkut. Kjo shënon fillimin e një ndryshimi në vetë thelbin e politikës edhe të jashtme amerikane, nga pragmatizmi i interesave në etikën e përputhjes me vlerat e gjithëmbarshme njerëzore. Andaj, në një nga videot e mia të kaluara, teksa kam folur për politikën amerikane dhe për fitoren spektakolare të Mamdanit në New York, e pata shtruar pyetjen se a thua, a i duhet pikërisht sot Kosovës një Zehran Mamdan, dhe cili mund të ishte ai njeri? Cili është ai njeri i cili i thën këto konvergjenca, këto dallime, këto konflikte, deri në përmasa armiqësie të krahëve politik në Kosovë? Prej nga erdhi kjo armiqësi midis partive politike në Kosovë, kur bijtë e këtyre partive, udhëhecit e këtyre partive, deri para 15 e 20 vjete, ndoshta kanë qenë të barabartë, të përbashkët, duke luftuar në një batalion kundër fashizmit serb.
nga erdhi kjo ndarje kaq e thellë. Në përmasa sa, klasa politike sot është në gjendje ta shemb Kosovën në themel vetëm e vetëm për interesat e tyre. Andaj kam thënë se, edhe nëse në formë pyetje, se a thua a ka nevojë sot Kosova për një mamdan, në fakt brenda pyetjes është fshehur përgjigjja ime se me patjetër. Nga ky batak në të cilin ka ra Kosova, mund ta shpëtoj vetëm një Zahran Mamdan i ri, i cili është në gjendje ti te i kaloj këtë ndësi dhe ta mbledh para së gjithash, ta krijoj para së gjithash një vetëdije për bashkësie qytetare, kosovare, shqiptare tek ne, ku partit si parti, si organizma politik, të veprojnë vetëm si konkurent për marrjen e pushtetit, por jo si armiqësor mes vete që si rezultat i kësaj armiqësie ta shembin shtetin e Kosovës, të cilën të gjithë së bashku e kanë dhe e kemi ndërtuar. Ngjitur me këtë, apo më mirë të them, kthyer në temë, ardhja e Mamdanit në kryet të New Yorkut shënon fillimin e një ndryshimi në thelb të politikës së brendshme amerikane dhe fillimi i ndryshimit të qasjeve politike në diplomacinë amerikane. Se a do të jetë Gaza një moment kyç që ripërcakton aleancat amerikane dhe çmonton kornizën e vjetër morale, mbi të cilën është ndërtuar perandoria, mbetet të presim, por mua më mbajnë shpresat se mund të realizohet. Siç do të jetë edhe në anën tjetër, siç do të bëhet e qartë se qëndrimet ndaj Palestinës, sikur në të kaluarën, por edhe në të ardhmen, nuk mund të mbeten më thjesht çështje e vetëm politikës së jashtme, e mendësisë politike amerikane, por do të jenë një provë dhe një sprovë e qytetarisë, e qytetarëve, e moralit të qytetarisë amerikane brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika dohet ose t'i përmbahet vlerave të saj të deklaruara, ose të përjetësoj shkëputjen historike midis retorikës së saj dhe praktikave të cilat tani është duke i vepruar. Në këtë kontekst, unë mendoj se roli i forcave të ndryshme aktive brenda Amerikës, nga punëtorët, studentët, profesorët universitar, emigrantët dhe klasat e mesme, deri tek periferit e marginalizuara të shoqërisë, janë thelbësore në nxitjen dhe forcimin e kësaj vetëdije të re, përmes një angazhimi organik dhe të qëndrueshëm, duke krijuar kështu një themel të fortë moral në politikën e ardhshme amerikane. Paragrafin e fundit, këto 10 fjalit e fundit përktheni lirisht dhe tekstualisht edhe për gjendjen në Kosovë dhe për politikën kosovare. Transformimi aktual nuk është më vetëm një vijë kalimtare, proteste apo një valë e tillë, por është një ristrukturim i thellë i vetë përmbajtjes dhe strukturës së pushtetit në New York dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Brezi i ri në Amerikë që udhëheq
këtë dinamik ka kaluar nga një kultur e britmave në rrugë në një kultur veprimi të drejt për drejt brenda institucioneve të Kosovës. Njëjtë kështu ka ardhur koha që edhe në Kosovë të lind një zë vegjelie, i cili zë nga britma që i bën në media, në rrjete sociale dhe në për rrugë, këto britma t'i shndroj sin organizma udhëheqës popullor, jo populist, popullor brenda institucioneve politike të shtetit. Kosovës sot i dohet një fuqi politike e cila është e aftë dhe e gatshme, qoftë edhe nëse hum nga vetvetja, ti te i kalojnë ndasit të cilat janë krijuar brenda politikës amerikane dhe të cilat nuk politikës kosovare dhe të cilat nuk janë as pak më të lehta se që ishin brenda politikës amerikane në përgjithësi e të New Yorkut në veçanti. Transformimi që u bë në politikën e New Yorkut, në laboratorin kryesor, ekonomik, mediatik, politik dhe të fuqive të tjera të shteteve të bashkuara të Amerikës, jam më së i sigurt se nuk ka me pas të ndalur. Këtë brez të ri, këtë fuqi të re mund të ndërpresin dhe të parandalojnë suksesin e tyre vetëm fuqit e erta, të transformuara dhe të proklamuara në përmes medjave, të cilat media do të mundohen të ruajnë status quo-n e kaluar dhe të shembin ëndrrën e re amerikane. Midis Amerikës së vjetër dhe Amerikës së re, sot për sot përplasën dy legitimitete. Legitimiteti i paras dhe medjas dhe legitimiteti i ndërgjegjes dhe i së vërtetës. Mediat dominuse dhe korporatat e mëdha po i rezistojnë vazhdimisht këtij transformimi me gjithë fuqit e tyre që i posedojnë. Po përballen me një kundërshtar të ri, të pa definuar gjuhësisht e as politikisht deri më tani, dhe po mundohet që këtë kundërshtar ta vizatoj, ta ngjyros dhe portretizoj sa më shpejt dhe sa më thjesht për ta vendosur në target e targetin pastaj më lehtë për ta sulmuar. Për çfarë Amerike e kemi fjalën miq këto? Çfarë i nevojitet botës, çfarë Amerike i nevojitet botës dhe çfarë Amerike ju nevojitet qytetarëve të saj? Ju nevojitet një Amerikë e cila sa hat e dakik ka fol për vlerat demokratike, për zbulimet industriale dhe shkencore, për të drejtat e njerijut, një Amerikë e cila, me gjithë që her pas here ka të drejt të i përdor mjetet dhe gjuhën konkuruese me fuqit e tjera që po mugullojnë në botë, e sidomos Kina dhe Rusia, megjithatë edhe në këtë betejë botës i nevojitet, paraprakisht qytetarëve të saj, i nevojitet një Amerikë e cila politikat e saj kryesore i vendos mbi themelet mbi të cilat është proklamuar dhe trumpetuar ndërtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zgjedhja e Zahran Mamdanit, për mua, e përsëris, është ngjarja më spektakolare, më e rëndësishmja dhe më e çuditshmja, natyrisht edhe më e papritura që ka ndodhur në dekadat e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zgjedhja e Mamdanit nuk ishte thjesht një ngjarje e normale, politike,
por ishte një tablo që pasqyronte realitetin amerikan në një moment konfrontimi që po e grynte dhe shkatronte nga brenda Amerikën. Ishte një moment llogaridhënie midis Amerikës si fuqi dhe Amerikës si ndërgjegje, e këtë të fundit e dua më së shumti. Dhe për fund të kësaj video, unë mendoj se nëse ka ndonjë njeri i cili jep shpresa për ndryshimin e Amerikës dhe përquarjen përpara të jetës së Amerikës, mund të jetë vetëm një njeri i cili del nga një brez dhe është bir i një brezi të cilin e përshkrova përgjatë këtyre minutave në videon që po e ndaj tani me ju. Më mban shpresa se Amerika do ta ketë fuqin, vegjelia amerikane, e sidomos brezi i ri, që nuk pajtohet me politikat e brezit të kaluar, e ka fuqin që edhe më tutje ta çoj Amerikën përpara. Në të kundërtën, më shumë se cila do fuqi armiqësore nga jashtë, Amerika do ta shkatroj vetveten më së shumti nga brenda. Natën e mirë.